gjërat e këqija që ka ndodhur mas luftës. Në Kosovën e rënuar, e djegur, në Kosovën e shkrumuar, do u bënën multimilionera. Nuk ka qenë rendin që në Kosovën e varfën e shkatruar dikush mu pasuru e mi bosh shumë miliona. Shko pasurojo në Amerikë, shko pasurojo në Francë, në Gjermani, nuk mund pasurosh në Kosovë. Le ti kryojmë kushtet mu pasuru rinia, nuk muj mu pasuru brezi jonë pa e rindërtu njerë Kosovën. Ku po dënë magjet fukaras me i shti durët, në hambarin e bujkut që ja kanë vra me bakti e me familje, ja kanë tjek traktorin, ti po dënë me shkumja marrë tokën tash me 300 euro arin aty. Valni hektarin, se arin 3 euro e kanë marrë. Kanë dodhë gjonat këqia, e prandaj ne kemi thonë byroja për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Edhe ajo do të bëhet, veç vonim se pse s'ka. Kanë mi këty cent që kanë vjedhë. Është e domosdoshme. Është e domosdoshme për hir drejtësisë, për hir të fëmijëve, për hir të rinisë. Duhet me e kthy në shtet ato që e kanë plashkin, shvot edhe vjedhë, se nuk është e tynja.